zoti Kurti nuk dëshiron një president i cili është i pavarur dhe i cili i ka aftësitë për të takuar dhe për të bërë një politikë të jashtme çfarë e ka bërë ai. Pra ai në këtë rast, pra zonja Osmani, në këtë rast zoti Kurti është ndier inferior në marrëdhënie ndërkombëtare. Unë për veten time s'kam qenë asnjëherë partizan i ish presidentës Vjosa Osmani, pasi që edhe ajo ishte një presidente që vinte nga subjekti politik, pra vinte nga lista Guxha që është në koalicion me lëvizjen vetëvendosje dhe si e tillë nuk ka përfaqësuar unitetin e kombit. Mirë po duke pasur për bazë fazën e fundit, pra të këtij vitit, marrëdhëniet e mira dhe takimet e një pasnjëshit që ka pasur në Shtetet Bashkuara të Amerikës, unë mendoj se Kosova nuk e ka pasur luksin që në këtë moment të largoj zonin Osmani nga ky pozicion dhe të merret me një situatë të tillë dhe të shkojmë drejt ngërçeve politike. Pra, e ka pasur një rast të mirë që të vazhdohet mandati. Mirë po t'ja që zoti Kurti nuk dëshiron një president i cili është i pavarur dhe i cili i ka aftësitë për të takuar dhe për të bërë një politikë të jashtme çfarë e ka bërë ai. Pra ai në këtë rast, pra zonja Osmani, në këtë rast zoti Kurti është ndier inferior në marrëdhënie ndërkombëtare, pasi që ne të gjithë e dimë se marrëdhëniet e tij me Shtetet Bashkuara të Amerikës, por për fatin e keq të tij dhe të Kosovës, edhe me vendet e Bashkimit Evropian nuk janë në fazën më të mirë apo nuk janë marrëdhëniet më të mira të mundura. Pra kemi pasur reagime të ndryshme edhe nga Bashkimi Evropian, edhe nga vendet e Bashkimit Evropian, dhe Kosova nuk qëndron mirë në diplomaci,